Flauren Gjoqa, 33 vjeçari nga fshati Bajkaj në Delvin për 2 vjet me radhë ka ndarë qelin me Kudret Kumen, i njohur në Greqi si Ilia Kareli në burgun e Malandrinos. Në një intervistë për televizionin News 24, i riu i cili ka dal nga burgu vetëm 2 javë më parë, rrëfen se trajtimi aty mbi të burgosurit ishte i pazakont. Qenë njeriu më i gjeneruar në gjithë burgun. Gardiani më i keq, do të bëjë ero, ai që shumë provokues si gardian. Kur është burgu i hapur, faktikisht nuk duhet futen gardianët në godin. Sepse i provokon dhe burgaxhinët, ata 3-4 orë kanë lirinë e tyre. Dhe atje si lënë rehat, ai ishte gardiani që vdiq. Ju fut në godin duke qenë nuk qenë mbyllur burgu akoma. Orari numërimit, se duhet numëruar burgaxhinët, pastaj të futen gardianët. Ai kishte vajti vetëm te Kareli, po atje është shumë ofenduese. Do mirë të qelloj tjetri edhe është më burrore se sa të futet me burg hapur në godin. Atje edhe kur bëhet numërimi, gardianët vjen 10 e rrjet. Sepse ndodh rreziku, edhe të thonë, të paralajmërojnë, futuni një në përdhoma, thonë, pastaj vinë të bëjnë numërimin. Për 33 vjeçarin ishte kryegardiani Cironi ai që krijonte provokime me të burgosurit dhe nëse ai vetë do të kishte mundësi nuk do ta lejonte një ngjarje të tillë. Dhe të isha nuk do ta kisha lënë të dilte nga godina atje. Jo, mungonin shumë njerëz atje. Në atë godin që ndodhi kjo që ndodhi. Dhe po të ishi sot që ndodhe kjo që ndodhi me Karelin. Se rinin gjithë bashkë atje, do ta qetësonim në një moment. Gjoca rrëfen dhe rrethana se si është njohur me Kudret Kumen, njohje që ka nisur që në vitin 2012, ku fati e deshi që disa shqiptar të ndanin të njëjtin qeli. Për të Kudreti ishte njeri i qetë dhe vazhdimisht shprehej përmalluar për njerëzit në Shqipëri, veçanërisht për nënën e tij. Edhe Vilem tha mua të shikosh se kush është Kudreti kur të dalim ashtu ja të isha dëgjuar do të mira në ekran agazimit dhe të shkallë tha i shkreti. Më gjatë shkurt të këtij viti kishte përfunduar afati qëndrimit në qeli për Kudret Kumen, por vonesa e firmosjes së urdhrit të lirimit solli gjithçka mbrapsht në jetën e tij.